Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha, duke folur për formalizimin e turizmit, ka hedhur akuza ndaj qeverisë duke thënë se favorizon Pëllumb Gjokën dhe Luftarhysën. Berisha thotë se Gjokës motelin ja kthyen hotel me 5 yje, ndërsa Luftarhysës i kanë dhënë leje për kazino. Sipas tij, kjo e dëmton rënd industrinë e turizmit. Formalizimi i turizmit është ndoshta një nga kushtet themelore. Janë 4 fishi i shtretërve, janë apartamente krahasuar me industrinë hoteliere, çka në shumë aspekte e vën në pozita të vështira dhe konkurrentët pa barabartë industrinë hoteliere. Ne nuk kemi ndërmend të ndalojmë Airbnb, por formalizimi është një kusht i domosdoshëm nëse ne duam ta shfrytëzojmë si duhet këtë potencial madhor që kemi. Formalizimi i turizmit është edhe një çështje sigurie. Ti pret një turist, por regjistrimi i tij duhet të jetë i detyrueshëm. Ai që vjen në shtetin ton, kemi një përgjegjësi ndaj tij. Absolutisht, ne në kushtet më favorizuese do të bëjmë çdo gjë për formalizimin e turizmit. Nuk mund të shihni një vend me këto potenciale se si katandiset nga formalizimi. Industria turistike përballet me vështirësi, nuk kanë mbështetje. Kanë mbështetje disa si Pëllumb Gjoka që marrin leje për hotele, i kanë motele, u ashpallin me 5 yje, u japin edhe licenca kazinosh, atimet Sinaloas, Luftarhysit. Me të ardhurat e Sinaloas ai e dëmton thellë industrinë turistike. Nuk i ka të ardhurat nga puna e tij. Kjo e dëmton turizmin. Narko euro është një monedhë toksike e vërtet për ekonominë shqiptare, deklaron ndër të tjera Berisha. Ky fundit, në vijim të prezantimit të programit elektoral të Partisë Demokratike për zgjedhjet parlamentare të 11 majit, u ndal sot në detaje tek sektori i turizmit. Megjithatë, premtimet e Berishës sigurisht që merren me rezerva, për shkak se janë të fryra nga fakti që ai tashmë fatkeqësisht e di edhe vet që nuk vjen dot më në pushtet.